Shqipëria kujton këtë të mërkur 26 nëntorin e vitit të 2019, ditën kur një tërmet me magnitud 6.4 goditi vendin, duke shkaktuar një prej tragjedive më të mëdha të dekadave të fundit. Pasojat e tij ishin shkatërruese, 51 jetë të humbura, mbi 900 të lënduar, mijëra banesa të shembura me rreth 17.000 persona të zhvendosur. Qytetet më të goditura ishin Durrësi, Thumana dhe Tirana, të cilat mbajnë ende gjurmët e asaj dite. 6 vjet më vonë, procesi i rindërtimit shfaqet me 2 realitete të ndryshme. Nga njëra anë komplekset të reja banimit të projektuara dhe dorëzuara, nga ana tjetër familjet që ende presin shtëpi të përhershme. Sipas raportimeve të fundit të bashkive dhe të zyrës së rindërtimit, rreth 90% e projekteve kryesore janë finalizuar, por ka ende familje në proces transferimi, pritje apo edhe verifikimi dokumentesh. Ndërkohë, specialistët e fushës paralajmërojnë po ashtu se Shqipëria mbetet tepër e ekspozuar ndaj rrezikut sismik. Raportet ndërkombëtare tregojnë se standardet e reja të ndërtimeve janë më të forta, por ende ka ndërtime të vjetra që përbëjnë rrezik për popullatën, sidomos në zonat urbane të dëndura. 6 vite pas tërmetit, kujtesa e asaj nate vijon të jetojë bashkë me shpresën se mësimet e saj do të shërbejnë për një të ardhme më të sigurt.